Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kush e kishte menduar? Soda e bukës bën mrekulli për flokët, ja si ta përdorni. Flokët janë në pjesë e trupit të brisht të njeriut dhe janë shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme siç janë sulfatet, të cilat kanë ndikime të forta negative në flokun tuaj, duke shkaktuar kështu dëmtimin e tyre dhe duke shfaqur edhe komplikacione nga më të ndryshmet. Ndaj, për të pasur një shëndet më të mirë të flokëve, duhet të përdorni sa më shumë receta natyrale, të cilat do të sjellin rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e tyre. Shëndeti i flokëve është gjithashtu gjatë gjithë kohës në kërcënimin e ndocëve të jashtëm, por ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyesve të rëndësishëm që merren nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Për rrjedhoj, ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për mirëmbajtjen dhe ushqyerjen e shëndetshme të flokut. Një prej këtyre produkteve natyrale është edhe përdorimi i sodës së bukës, i cili do të sjellë rezultate mjaft të mira në mbrojtjen e shëndetit të flokut dhe parandalimin e dëmtimit të tij. Ky e fundit përdoret në pastrim, gjithashtu në gatim dhe në trajtimin e disa komplikacioneve. Ndaj në këtë video do të rendisim disa nga përdorimet më të mira që soda e bukës do të ofrojë. Vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokut janë të larmishme. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme që japin shkëlqim edhe shëndetit tuaj. Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon gjithashtu edhe rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ato më të shëndetshëm dhe plot me jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit njerëzit këshillohen që të sigurohen që nuk janë alergjik nga përdorimi i saj. Por si ta përdorni sodën e bukës për të marrë përfitimet e tyre më të larmishme? Ndonse përpara përdorimit duhet të jeni gjithashtu edhe më të kujdesshëm nëse jeni alergjik. Soda e bukës duke u përzier me ujë të pastër në një shishe qelçi ose plastike. Nëse keni flokë të shkurtër, përzierni një lugë gjedhe me sodë buke me 3 lugë gjedhe me ujë. Nëse floku juaj arrin deri te supat, atëherë mund të përdorni 1,5 lugë gjedhe me sodë buke dhe 6 lugë gjedhe me ujë. Sa më i gjatë të jetë floku, aq më shumë sodë buke mund të përdorni. Maskën mund ta përdorni edhe për të trajtuar flokët të lagur ose të thatë duke aplikuar atë nga rrënja deri tek majat. Mbajeni maskën për disa minuta dhe më pas e kaloni në kokë me ujë të vakët. Për shpërlarje mund të përdorni një tretësirë të uthullës duke e përzier një lugë gjedhe me uthullmolle, duke aplikuar 4 lugë gjedhe uthullmolle në 1 litër ujë. Kështu do të keni një maskë natyrale për trajtimin e problemit tuaj të flokëve. Flokët janë pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, që nëse nuk kujdeseni si duhet për to, atëherë do të humbasin shkëlqimin dhe do të pësojnë në dëmtime. Ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe për të ushqyer flokët. Soda e bukës është një nga produktet që gjen përdorime të pafundme në pastrim deri te shëndeti i organizmit tuaj. Ky produkt gjithashtu mund të përdoret edhe për shëndetin e flokëve duke i nxitur ato që të rriten më shpejt. Ekspertët tregojnë në mënyrën më të thjeshtë të përdorimit të këtij produkti efikas në mënyrë të menjëhershme, ku sipas brejt saj do të rendisim përdorimin e veçantë të sodës së bukës për shëndetin tuaj. Por si ta përgatisni trajtimin e flokëve me sodë buke? Përbërësit që duhen në këtë rast janë 1 lugë gjedhe me sodë buke, 3 lugë gjedhe me ujë, 1 lugë gjedhe me uthullmolle, 4 lugë gjedhe me ujë. Përzieni të dy përbërësit, 1 lugë gjedhe sodë buke, 3 lugë gjedhe sodë, derisa të formohet një pastë e njëtrajtshme. Masën e përfituar e aplikoni në flokun tuaj, dhe kështu do të keni rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit të tyre. A shpenzoni shumë para në produktet e trajtimeve të ndryshme të fytyrës dhe të flokut për t'i pasur ato më të bukur? Ne kemi një lajm të mirë. Është koha që t'i themi lam të mirë përfundimisht produkteve tepër të shtrenjta, të cilat paraqiten edhe si efikase për shëndetin e flokëve, dhe të zgjedhim sa më shumë produkte natyrale të thjeshta në kushte shtëpie, të cilat kanë efekte pozitive në mbrojtjen e tyre dhe parandalimin e komplikacionit të dëmtimit të tyre.
Në këtë video do ju sjellim disa trajtime natyrale që do ta bëjnë fytyrën dhe flokun tuaj plot me shkëlqim. Sekreti qëndron tek përdorimi i sodës së bukës. Soda e bukës ose ndryshe soda bikarbonatit është një produkt natyral që mund të lehtësojë shumë shqetësime të flokut dhe të lëkurës suaj, dhe kështu mund të japë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e saj dhe në parandalimin e komplikacioneve, duke sjellë një mbrojtje më të shëndetshme të flokut tuaj dhe duke parandaluar kështu dëmtimet e mundshme të saj. Soda e bukës mund të trajtojë shumë probleme të lëkurës. Soda e bukës është një pastrues shumë i fuqishëm i fytyrës, jashtëzakonisht efektiv në largimin e qelizave të vdekura, papastërtive dhe yndyrnave nga lëkura. Për parandalimin e shfaqjes së akneve dhe hapjen e poreve të fytyrës, gjithashtu mund të përdorni sodën e bukës, e cila mund të sjellë rezultate të kënaqshme në këto aspekte dhe të parandalojë gjithashtu edhe dëmtimin e tyre. Ju mund të përdorni sodën e bukës në kombinim me ujë. Nëse dëshironi që të pastroni lëkurën tuaj, merrni pak sodë buke dhe shtoni pak ujë të ngrohtë, i përzjeni së bashku derisa të krijohet një masë homogjene. E lini lëkurën tuaj me ujë të ngrohtë duke aplikuar këtë maskë në fytyrë me masazhe të lehta rrethore. Pasi ta keni aplikuar, e lini në fytyrë për të paktën 20 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë. Kështu do të keni arritur një rezultat të kënaqshëm në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Soda e bukës mund të japë rezultate të mira edhe në kombinimin me limonin. Kombinimi i limonit me sodën e bukës gjithashtu mund të japë rezultate mjaft të mira në parandalimin e shfaqjes së dëmtimeve tuaja, duke sjellë kështu rezultate të mira edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Përzjeni 2 lugë gjelle me sodë buke, 2 lugë gjelle me sheqer të grirë ngjyrë kafë në një filxhan. E mbushni çerekun e filxhanit me lëng limoni. Përzjeni përbërësit derisa ato të kombinohen mirë. E lani fytyrën paraprakisht dhe pastaj butësisht të aplikoni këtë maskë në fytyrë. Pasi ta keni aplikuar, e lini përzierjen të qëndrojë për të paktën 10 minuta dhe më pas butësisht e aplikoni maskën në të gjithë lëkurën. Gjithashtu e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Soda e bukës mund të kombinohet gjithashtu edhe me përdorimin e vajit të kokosit. Vaji i kokosit është shumë i dobishëm në hidratimin më të mirë të lëkurës suaj. Kombinimi i sodës së bukës me vajin e kokosit do të pastrojë dhe do të zbusë lëkurën tuaj. Kjo përzierje është shumë efikase në trajtimin e lëkurës së thatë dhe lehtësimin e inflamacioneve të saj. Për ta bërë këtë maskë, ju duhet të kombinoni sasi të barabarta të vajit të kokosit me sodën e bukës. Pasi t'i kombinoni përbërësit, aplikoni maskë në lëkurën tuaj, e lini për disa minuta dhe më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të rrjedhshëm. Uji duhet jetë i ngrohtë në mënyrë që të largojë të gjitha papastërtitë. Gjithashtu mund të përdorni sodën e bukës edhe në shampon tuaj. Përzjeni sodën e bukës në ujë në raportin 1:3, me lugë gjelle sodë buke me 3 lugë gjelle me ujë në të njëjtën shishe të vogël. Sasitë mund ta përshtatni në varësi të gjatësisë së flokut tuaj. Pra nëse keni flok të gjatë, mund të përdorni më shumë sodë buke dhe më shumë ujë. Kështu do të merrni rezultate më të mira edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë efikase në mbrojtjen e flokut tuaj. Ajo mund të largojë gjithashtu edhe klorin që mund të keni marrë nga pishinat. Nëse notoni shpesh, ndoshta e dini se klori mund të dëmtojë flokun tuaj. Mund të ndryshojë ngjyrën e tyre. Soda e bukës ndihmon shumë në këtë aspekt duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme. Ajo mund të nxjisë edhe rritjen e flokut tuaj. Kur flokët tuaj ngarkohen nga mbeturinat ose nga kimikate të ndryshme, soda e bukës mund të ofrojë një zgjidhje mjaft të mirë natyrale. Soda mund t'i pastrojë flokët tuaj më mirë se sa shampot. Përdoreni atë vazhdimisht në flokën tuaj për të pasur edhe rezultate më të kënaqshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.